peshës tek fëmijët, djetë absolutisht jo. Ama një regjim i shëndetshëm ushqimor, pa diskutim që po. E nuk kemi të bëjmë këtu me kufizimet e ushqimeve, por përkundrazi, me zgjedhje të zgjuara, të cilat do ta ndihmojnë trupin e një fëmie të menaxhojë peshën dhe të rritet i shëndetshëm. Si është e mundur kjo? Dhe jemi këtu me vlera reale dhe konkrete, duke patur një ushqyerje të shëndetshme, por njëkohësisht edhe aktivitetin fizik. Vajzë 13 vjeç, 67 kg në 7 janar. Ndërkohë, vajzë e njëjta 13 vjeç, 59 kg në 22 mars. Pesha e saj sigurisht ka rënë me -8 kg, por si ka ndryshuar parametrat trupor. Pra, nga 33 kg mas muskull, vajza ka kaluar në 39,7 mas muskull, duke fituar 6,5 kg në total mas muskulare. Masa e djamit ka qenë 30,3 kg dhe tashmë ka kaluar në 16,5 kg, duke e zbritur atë me 13,8 në total. E ndërkohë, sa i takon zonës së barkut, djami viseral ka qenë në gradën 14, duke konsideruar atë mbi peshë, e tashmë jemi duke futur tek standardi 9. Ndërkohë, përqindja dhe amore totale e trupit ka qenë 45,2% e tashmë jemi në 17,2%. Nëse në fillim të rrugëtimit duhet të humbiste 19,2 kg, ajo tashmë ka edhe 5 kg për të rrëzuar praktikisht edhe një muaj. Ky quhet regjim ushqimor për fëmijët i shëndetshëm.